do të themi tani një problem që nuk është se ka qenë ndibër, po opozita ngre akuza se zgjedhjet janë diktuar nga krimi. Si rastin më flagrant, nuk është se ngre shumë raste, por si rastin më flagrant, ata përmendin Sara Milan, një kandidate që ka marrë mbi 20.000 vota në Elbasan. Dhe thonë që e ka ndihmuar Suel Qela. Ju si shpjegoni Sara Milan si fenomen? Tani, gara ishte e tillë, pra kishte dy pjesë lista e hapur dhe lista e mbyllur. Në pjesën e listës hapur ishin, le të themi, ata të mbrojturit nga vota që kërkonin votën e partisë. Në pjesën e hapur kishte kandidatë të cilët bënin fushatën e tyre në mënyrë të pavarur. Pra, gjithë secili kandidat kishte, le të themi, terrenin e tij, hapësirën e tij. Edhe ky debat është bërë në fakt para 4 vitesh, edhe nuk e di a e kemi bërë së bashku në studion tuaj, po meqense është bërë kudo. Pra, në momentet caktuara, në qarqet caktuara, në lobingjet caktuara, vota shkon në një drejtim. Ata që morën shumë vota në 2021, mbase nuk janë më sot me aq shumë vota sa në 2021. Ndërkohë që në një moment i caktuar ka qenë Elbasan, kandidatja pati ato, le të themi, mbështetjen e vet, krahun e vet, mundësinë e vet, edhe pati ato rezultat që pati. Pra, nuk besoj se ka një ndryshim madh vota e Partisë Socialiste në 2021 nga 2025. Edhe në Elbasan, natyrisht në Dibër pati pak më shumë, se tash pati ndryshim, por votën Partia Socialiste edhe votë që morën në 2021, morën edhe në 2025 në Elbasan me pak ndryshime. Pra, vota është po ajo, se si ndahet në ata 7-8 kandidat të cilët garonin për të fituar dhe ne në Elbasan, mos harrojmë, morëm një rezultat fantastik. 10-4, ne ishim pothuajse 9 mandate që në zgjedhjet e kaluara, shkuam në 10-4, pasi tash ishte një ndryshim në garë. Juve që nuk e keni parë garën në terren, po ju garantoj që gara ishte një garë ku Partia Demokratike nuk ekzistonte. Tani ju mund të kërkoni të bëni analiza për emra të caktuar, po ju them, në momentet caktuara, po jo, opozita le të ngrej nga akuza, dakor, nuk mendoni. Nuk ishte njeri që mendonte që do prisnim një opozitë e cila do të thoshte ne pranojmë humbjen, rezultati është dërmues për Partinë Demokratike, do përpiqemi të reformojmë veten, do gjejmë gabimin tek vetja. Jo, ishte komplet tjetra, ndodhi ajo që në fakt ka ndodhur gjithmonë me Sali Berishën. Fjalit e Sali Berishës dieshin, nuk kishte besoj asnjëri që u surprizua nga ajo që tha. Por thash, kjo është situata në terren, pra në momentet caktuar, në qarqet caktuar, lobingjet caktuara krijojnë element caktuar që votojnë më shumë. Pyetja ka në një kontekst tjetër, te numrat gjithmonë, po si ka mundësi, pra kjo Sara Mile, që është personazh i panjohur, në çdo 4 vota të Partisë Socialiste njërin e merr kjo në Elbasan. Kjo është pyetja. Sepse dhe Blendi Gonxha ka marrë 24.000 vota në Tiranë, për të gjitha argumenteve që mund të merrim për atë. Po ai në çdo 10 vota të PS-s merr 1. Kurse kjo Sara Mile, në çdo 4 vota të PS-s një merr kjo. Ose në Dibër, në rastin tuaj. Në çdo 2 vota të PS-s, një e merr i pari listës. Ka marrë 12.000 vota ai, në raport me... Ka marrë 15 sa për atum. Në raport me 30.000 vota që ka Në raport me 36.000 vota. Pra, këtu është diferenca. Si ka mundësi... Ja u them pra, terreni është atill, lobingjet janë të atilla, fryma është ndryshon nga qarku në qark. Lobingjet e kujt janë këto? Lobingjet e njerëzve, pra atyre strukturave të partisë, njerëzve që aspirojnë për të ecur përpara dhe mënyra se si ndahet vota partisë, pastaj është një situatë e cila është brenda lobingjeve brenda partisë, pra forcës që ka individi në garë me të tjerët, në hapësirë që ka. Por, po ju them, në Elbasan dhe kudo, vota e 2021 ishe barabartë me votën e 2025. Pra, në rrasë do të kishim këtë që thoni ju, që do të kishte lobingjet caktuara të botës errët që do mbështesin, do të kishin shtuar votat, ndërkohë ju nuk kishte kështu, vota ishte po ashtu, pra Partia Socialiste në përgjithësi mori votën e saj. Në thash, në Dibër ka ndryshuar, në Fier ka ndryshuar vota Partia Socialiste, në Shkodër ka ndryshuar, pasi le themi, forca e Partisë Socialiste në këto 2 qarqe, së mos qarqet e Veriut, bëri që të shtoj, le themi, mbështetja për Partinë Socialiste dhe të shkonim drejt, le themi, fitores të thellë. Pasi gara ishte atillë. Si ka mundësi një personazh tërësisht i panjohur, pra nuk është se një e personazhi, merr çdo 4 vota njërin e merr ajo. Kjo është pyetja. Po pra se si ka mundësi që duhet personazhi i parë i listës që
është i njohur, kishte marrë 2000 vota dhe merr 10 fishin pas 4 Po, vjetësh. se gara ishte tjetër, në para 4 vjetësh, ngari ishte Edi Rama, ishte Lefter Koka, Edi Rama 15.000 vota mori, u lot, po 15.000 vota mori 20. Se radhe pjesa e hapur e listës ishte pjesë e cila... Po kishte emrat të tjerë në listë, pra, sepse emrat e tjerë në listë, njëjtën garë do bonin, do merrnin Ka vota. qenë garë komplet tjetër, me personazhe tjera, me frym tjetër, me mundësira tjera në 2021, edhe garë komplet tjetër kësa, pra formula ishte komplet ishte njëjtë, PS-ja PS-ja merrte vota, pastaj si ndaje vota brenda PS-s, natyrisht element caktuar krijojnë lobinjet caktuar. Thash, ata që morën shumë vota në 2021, jo të gjithë janë sot edhe në parlament. Se kështu ka qenë formula. Një logjik normale nuk ta pranon dot faktin që një personazh i panjohur merr vota shumë më tepër se çdo kush tjetër që njihet masivisht në atë qytet. Po kjo nuk mund të jetë tamam kështu. Po si është tjetra? Çfarë ka bërë ajo më tepër se këta tjerët për të merituar votat? Po këtë pra ka bërë që ka pasur më shumë network. Lobingje. Po ka pasur më shumë network. Kush ka lobuar? Strukturat e partisë. Shumë e thjeshtë. Jo, po tani juve doni ta gjeni aty gjilpërën kash. Na bën përshtypje, shifrat bën përshtypje. Ose shifrat flasin vetë, pastaj jo thash, Partia Demokratike ka marrë 200.000 vota pak. Kjo është arsyeja pse ata kanë humbur. Po, edhe unë bie dakord me atë që nëse Partia Demokratike do kishte krijuar shpresë, ose nëse edhe partitë e reja bashkë me të do kishin krijuar shpresë, do kishin nxjerrë mbi 200.000 të tjerë në votim, me siguri dhe Partia Socialiste nuk do kishte arritje, pra do kishte të njëjtin rezultat si në 2021, me siguri do kishte fituar opozita. Por ajo që krijon dyshim megjithatë, dhe këtu falenderoj që na dhe mundësinë që të kuptojmë që kemi konvergjojmë me ato që thotë Bushati, është pse kjo vot konstante e Partisë Socialiste. Pra, kur përmendi Ylli që Merci u habit me Ramën që ka marrë mandat 4, ai referohet faktit që një parti në mes të Evropës të marrë mandat 4 do të ketë bilanc të jashtëzakonshëm, të ketë bilancë gjithmonë në rritje. Në ndërkohë, kur nëse do referohemi burimeve të paanshme të gjykimit, informimit për Shqipërinë, ta zëm Fondi Monetar Ndërkombëtar, i thotë emigracioni është në rritje. Ka probleme me të ardhurat minimale për frym. Ka probleme me plakjen e popullsisë dhe me të ardhurat e pensionistëve. Dhe probleme tjera. Do të thënë, Partia Socialiste megjithëse është një parti e majt, nuk ka adresuar problemin e varfërisë. 20% e popullsisë jeton to nuk janë fare pra, ky është mungesë bilanci, pra rritje e emigracionit. Doni ju të thoni dhe i thoni kështu. Jo, po citoj FMN-n, Po, citoj FMN-n. Shqipëria është me rritjen më të lartë në rajon. Shqipëria prodhimi i brendshëm bruto nga kur e morëm ne është rritur me 2 herë e gjys. Paga minimale është rritur, paga mesatare është 2-3 fishuar, njerëzit vjen më mirë dhe kjo, efektet dakord se të kujt janë, po është fakt që sot prodhimi i përgjithshëm bruto është rritur 2 herë e gjys, eksportet janë rritur.